Telashin e madhe kemi këtu shtash, se një pjesë e muslimanëve që si dojnë të darsma, ata po qesmi budal dhe shërsëza. Dhe po i dhnonë se s'm ka arë në darsëm, kur ta martoje i gjarën e vetë edhe une si shkoj. Pse ti e ki bo si ma keq darsmën tënde? Se ti ke bo me gjdo aram që e ka darsma jote. Ku shkruan qëfa që tapi shkruan që me shtita në qerka, midis burave, midis grave, me këcije, me lut. Qfar darsma janë këto? Edhe për dit po shtot, ka një nga shere. E na gjallar po duhet me shujt se po i dhnot gjemati. Ne ti dhnotet në batën që ka dojnë e të bëjnë. Se një pjesë të darsmave që bonë me alkohol, kur pasosë të darsma po du zhatë, tha mi krej, mi qu diri të kere. E tha po shkojmë pijan të shpia e haron grujën këto, mule me a gjet një kerë, me a gjet një halë, e me a që grujën të shpia. More musliman, tu shujt në ndaj kësaj, tu shujt në ndaj asaj, kështu në këtë të rejqet vinë, i shimin dritat, e mazdarke mule thire hoxën që marrë me fri, po dritën kur ta shimi s'ka marrë shere shejtoni, që ati gjune i malia, që ati gjune si hirët, bile shtash disa, që i ka mitu një edhe arami, e bine shti një muslimonin mitis grave të veta, thënë ma lirë kjo firma, na mu sëza, ndër sëza, ma e lirë firma për pare, na kina me shit në muzin, na apele shpesh japmi këto, për fukara që s'kam gup me ongër, shka një folni me komunalecin, se sa përlokin, sa ushimin, sa mishin e mledhina për restorantet. Restorantet po duhet me dhonë rishfet, sepse gjubrët po bonë ma shumë sa që duhet mi marë komunaleci. Dhe pejgamberi s.a.s. një ditë prej ditëve e pa Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu dhe i tha: "Ja Abdurrahman, halla tazawwajt?" Tha: "O Abdurrahman, a nuk u martove?" Tha ti. Tha: "Po ja Rasulullah, u martova." I tha: "Eulim walau bisha." Tha: "Bani një darë së më të vogël, bile me një dash të vogël. Bile me një dash të vogël që njerëzit ta dinë se ti e martun." Dhe e gjithë kjo neve në e parashton një pyetje, se na darsmat e tona e bëjmë në razi si që është razi Allahu Azza wa Jall, apo i bëjmë darsmat në formë që hidhërojmë Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Darsma është sunnet i pejgamberit s.a.s. dhe na e kemi tradit kombëtare, që na gjithë të bëjmë nishan për martesat e tona, të qesim nishan se filoni u martu me filonën, ama i gjithë kjo duhet bërë për qenë razi Allahu Subhanahu wa Ta'ala, e jo për ta hidhëru atë. Dhe fatkeqësisht, shpesher, dita e ditës, darsmat e tona janë sa e sa më të këqija, sa e sa më shumë harame dhe më shumë gjunahe, dhe sa e sa me të lashe probleme më të mdhaja, sa që darsmat e tona pjesërisht janë shëndrun në vencar respekt dhe nderë nda njëri tjetrit, janë shëndrun në hidhërim, janë shëndrun në mastraf, janë shëndrun në saltanat, janë shëndrun në harame gjunahe të mdhaja që s'ti merë mendja ty. Dhe ndaj gjithë kësaj, sheriati ka regla dhe parime, decidet e prejra ndaj këtyre harameve, të cilëve nuk je bu rrugë dhe hapsir, dhe ata na, dhe për këtë shak na duhet që ta vetëdijsojmë njëri tjetrin për gjunahet dhe haramet që i kemi në darsmat e tona. Na kur gëzohemi duhet të bëjmë hesab se na me gëzimin ton, valla mos e hidhërojmë Allahun Azza wa Jall. Na me gëzimin ton, a duhet që t'ja bëjmë qefi njëri tjetrit e ta hidhërojmë Allahun Azza wa Jall, apo na me gëzimin ton duhet që të gëzohemi ashtu dhe në atë formë si që është i kënaqur Allahu Azza wa Jall, që na të jemi razi me njëri tjetrin dhe Allahu njëkohësisht të jetë razi me neve. O vëllezër, darsmat e tona janë shëndruar tilla që bëhen bura e gratë përzime, që kësaj rrugë sheriati si jep rrugë, dhe kjo është haram, dhe në formë kategorike sheriati nuk e toleron një gjë të tillë, që bura të huaj me gra të huaja të ngjihen e të lihen e të dalin para njëri tjetrit dhe të rinë së bashku me qëllim dhe me arsye të festës dhe të darsmës. E gjithë kësaj sheriati nuk jep rrugë, nga se kjo është vendi ku prezantojnë shejtanët, kjo është vendi ku në përkombet namuzi dhe nderi, dhe këtu është vija e kuqe që buri duhet ta kupton se grun e vet e ka haram që ta qetë të lime e të ngjime të zbukurume para burrave që ajo si ka mahrema të vet. Pa marrë parasysh se si e ka emrin ai burr, pa marrë parasysh se ti çka mendon që e ke atë, gruaja jote, namuzi jote, nderi jote, niqahi jote, e ka haram në atë ditë
që del e lime dhe e ngjime para burrave të huj. Dhe kësaj buri musliman e imanli nuk i jep tolerancë dhe nuk e lën një gjë të tillë. Fatkeqësisht darsmat e tona janë bërë të tilla që kanë filluar mi përngjasu darsmave të jo muslimanëve, që në darsmat e tona kemi prezente shumë adete dhe tradita, të cilët nuk kanë qenë dhe nuk do t'jenë asnjëherë tonat, të cilët vinë kundërshtim dhe ndesh me shariatin dhe me dinin e Zotit, pa marrë parasysh se është një natë festive, pa marrë parasysh se është darsëm. Na duhet kemi kujdes që me këtë darsëm të mos e hidhurojmë Allahun Azza wa Jall. A të jeni të bindur se na duke u mundu me aboj qefi njëri tjetrit, e duke i shkel rregullat e parimet fetare, e hidhërojmë e idhnojmë edhe njëri tjetrin, e hidhërojmë edhe idhnojmë edhe Allahun Azza wa Jall. Dhe kjo është një realitet i jonë, se në për darsmat e tona fatkeqësisht një pjesë e madhe të darsmorëve dalin të hidhnum. Jo ma këshiri grujen, jo ja boni mesi, jo më duk se boni kështu, sa fesade të lashe. Na i kemi shkaku i darsmave që kanë fillu mi i bo me gjinit e përzime. Sa të lashe dhe probleme i kemi shkaku, se kësaj nuk kemi burni me i thonën jo stop dhe ndal, sepse gruja natyrën e ka të lisht dhe të tillë që ajo ka qef mu gëzu dhe me bon natë festive, ama jo haron se shkel dhe në përkom rregullat dhe parimet fetare. Ti je buri domaqini i shtëpis që dush mi thonë oj gru kjo është haram dhe nuk ta lejoj që ti me dal prej shtëpis kështu si që e zbukuru. Dhe ka fillu me ardhë krasa asaj që darsma ti bëjmë na për restorane, edhe restorani s'po na del mo. Shkoj modestia, shtëpia ti kemi ka 5 katë që s'po na ze për darsma. Për para shtëpia me qerpiq e darsma tu gëzojshin që të gjithë u bëjshin me rend si duhet. E shta shtëpia 5 katë që nuk po na zen për me bo darsma, e po duhet me shku në për restorane. E në për restorane s'po na ze as restorani shtash, po dalim rrugve, edhe rrug po i pllokojmë. Bile kam fillu vllaznit e tonë që me toleru që gratë e veta me dal dhe me lujt hore edhe në për rrugt. Edhe në për rrugë e për mohallat e Shkupit. Qfar burnie, qfar musliman lëke, a kësaj në i thejmë darsëm, vallaj kësaj mujna mi thonë gjdo sen, ama darsëm nuk i themi. Kësaj mundush mi i thonëm qmenduri, mundush mi i thona moralitet dhe prishe, ama kësaj darsëm s'mundush mi i thonëm. Qka u bo anket të regje këna kina mri, që me leju që gratë tona mu përzret në për rrugë të huja dhe para burave të huj, e grave tona dikush me kjerë mi fishlu mi thonë, ej rrugën lëshomani s'kam ka kaloj për jo. Haromin a kam ik, haromin a kam lu, edhe na kësaj s'po dim mi thonë ndal, edhe na kësaj s'po kemi burni mi thonë njo se kjo zban dhe haram është. Kush shishdon le të më kupton, kjo është haram, dhe kësaj shëriati nuk je për rrugë. Në asë një qitap nuk shpun me bo kështu, edhe të qitapët e jo muslimave me marrë me ledzu, kësaj nuk i jipet tolerancë, kësaj nuk i jipet arsyetime, sepse gjitha këta janë ndalesa fetare dhe morale dhe njerëzore o vëllezër, dhe kanë dalë të tradita të këqia që midis restoranave me shti kamera, me shti kamermona e me pru DJ-a. Qka është kjo? Ku shkruan kjo? Qfar tolerancë, qfar darsme, qfar musliman nëki, qfar gzimi, i shimin dritat, e mazdarken mule thire hoxën që marrë me fri, po dritën kur ta shimi s'ka marrë shere shejtani, që ati gjunë e malia, që ati gjunë si hiret, e masëni ti ka fajet ky dhe aj, e i dhnosh si folë nësë zlavit konatës me vjetë, ajo ma boni, ti a ki bo vetës, ajo s'ka bo kur gjunë, ti i kishim dritat, që mi përngjasu qufarve dhe jo muslimanve, se su knaqëm me gjitha këto, në kanë mishtash edhe dartë, me ishim dritat, e me bo shere, e mu përzi bura e granë fund, e me bo 100 qërodira, e me shti kamermonin burin e uj, që se ki as kushëni, as gjanë migja, as gjanë tezë, as gjanë hadha, as kur shqish, qysh këmja gjithë këti finë me thonë, se jemi joni o shke. Bile shtash disa, që i ka mitu një edhe arami, e bine shti një muslimonin mitis grave të veta, thëjnë ma lirë kjo firma, na mu sëza, ndër sëza, ma e lirë firma për pare na kina me shit në muzin, për pare kina me liju një qafir me na e qizu grate tona, si për zdrejdet para atinve. Edhe nda kësaj tim shemi në syt, edhe të bojmi se zdim kur gjohë, si cëllë është përgjes për namuzin e vetë, për nderin e vetë, ta ndalë dhe asoj të mos je pru. Dhe muslimoni e ka haram me shku, të lashën e madhe kemi këto shtash, se një pjesë e muslimanve që si dojnë të darsma, ata po qesmi budal dhe shërsëza. Dhe po i dhnonë se së më karë në darsëm, kur ta martoj e gjallën e vetë edhe une si shkoj. Pse ti e ki bo si ma keq darsmën tënde?
Se se ti ke bo me gjdo haram që e ka darsma jote. Ku shkruan qëfar qitapi shkruan që me shtita në qerka, midis burave, midis grave, me këcije, me lut. Qëfar darsma janë këto? Edhe për dit po shtot ka një nga shere. E na gjallar po duhet me shujt se po i dhnot gjemati. Ne ti dhnotet në batën që ka dojnë e të bëjnë. Ama harami është haram. Unë e kam obligim për qatë kini vnu këto që me va kalcu haramin dhe halalin. Edhe na kësoj zban mi dhonë rrugë dhe uthë se sherën jemi të apo gjithë së bashku. Këshën një mastrafina për darsma që botë. Fukarate tonë s'kam buk me hongër. Na apele shpesh japmi këto. Për fukarat që s'kam buk me hongër. Shko një folni me komunalecin. Se sa përlokin, sa ushqimin, sa mishin e mledhina për restorantët. Restorantët po duhet me dhonë rishvet, sepse gjubrët po bonë ma shumë sa që duhet mi marë komunaleci. Ato përlokja i bereqet është joni, i përbashkët, që na e gjujmë dhe e hudhin. Shqoni haram për një haram. Vallahi, gjitha këto e bin fukarallëkin. E bin shkatrimin e Zotit, e bin idhnimin e Zotit, i bin të lashët e problemet. O vëllezër, se cili është domaqin për shpinë e vetë, dhe se cilin ditën e kiametit ka me dhonë gjeva dhe përgjëtësi për namuzin dhe nderën e vetë. Dhe se cili bu është organizatori darsmës, mos si alini darsma që të organizojnë gratë. Sidomos gratë që janë të lishta me fej, mos lejoni o vëllezër, o bura, o musliman, o gjemat. Frenoni dhe tregoni burnin e juve, lejoni jep një uth ku ka ati uth, jep ju një grave defa, ne të kthejnë, ne të lujnë, ne të knaqën sa të dojnë, ama gratë me zvete, burat me zvete. Një ditë për ditëve, po i thamë një kamarjerit me një restoran dhe me ketë po i përmbylli, thash na e banë halal se të lodhëm në o gjallarë, jo bekër dhe ketë, jo berahat, tha o hosh, iq nuk na lodhët. Tha kjo kur gjonë nuk është për neve, la ilaha illallah, na kimi mrinë këtë dërejgje, na kimi mrinë këtë dërejgje, këshirë në shka po thot aj djali ri, tha hosh, valta që s'po duhet mi u da, tha, s'po përlanin grushta. Tha se po bon bure e gra bashk, e ma këshiri i grujen, e ja këshira grujen, e ja mu duk se ja boni me si, e mu duk se u ja fru pak me shpin e preki. Tha po përlan, po bon copa e po rejm, po duhet mi da, thana. Tha na s'pojtim, a mu bo kamarjera, apo i zbacitela, tha. Apo i zbacitela, tha, kina me qasi, tha. Balta qka s'po duhet me ju majt në shpinë, tha hoq. Se një pjesë të darthmëve që bonë më alkohol, kur paso se darthme po duhet gjatë, tha mi krej, mi qu diri të kere. E tha po shkojmë pijan të shpia e haron grujen këto, mule me a gjet një kërë, me a gjet një halë, e me a qu grujen të shpia. More musliman, tu shujt në ndaj kësaj, tu shujt në ndaj asaj, kështu në anket të rejgjet vinë. Lësë Allahun Azvajal që ta përmison hadën dhe gjendjen e muslimanve, që të na banë musliman hakikat, që të na banë musliman në fjalë dhe në vepër, që të na banë musliman në gjenaze dhe në gzim, që adim rendin të mirën dhe të keqës, ashtu si që është razi Allahu subhanahu wa ta'ala. E kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.